Moti i keq me rreshi shiu dhe erë ka përfshirë edhe Lezhën, duke sjellë pezullim të përkohshëm të lundrimit detar në portin e Shëngjinit. Autoritetet portuale njoftojnë se që prej orës 6 të mëngjesit të 23 marsit, erërat e forta dhe dallgët e larta e bëjnë të rrezikshëm lundrimin për anijet dhe mjetet e vogla detare. Në këtë situatë, Kapiteneria e Portit ka urdhëruar ndalimin e përkohshëm të hyrje-daljeve të anijeve deri në përmirësimin e kushteve atmosferike. Autoritetet u bëjnë thirrje të gjithë lundërtarëve dhe peshkatarëve të shmangin daljen në det deri në një njoftim të dytë, duke ruajtur sigurinë e tyre dhe mjeteve lundruese. Pritet që situata të vlerësohet në vijshmëri dhe lundrimi detar në Shëngjin të rifillojë sapo kushtet e motit të stabilizohen, ndërkohë që nga moti i keq me rreshje shiu nuk raportohet për problematika të tjera në qarkun e Lezhës, ndërsa situata po mbahet nën monitorim të vazhdueshëm nga strukturat e mbrojtjes civile në të tre bashkitë e këtij qarku, Lezhë, Kurbin dhe Mirdit.